Dua të të pyes për një titull, kapitulli që më tërheq pak, thot Mesijes dhe zjarrit, zgjedhja e shpirtit. Tani këtu, Mesijes dhe zjarrit, zgjedhja e shpirtit është një titull që me të vërtet, kur e kam shkruar vet, jam gjendur në një pozitë caktuar nga që siç e dim, gjithçka që ne zgjedhim për vete dhe shpesh herë ne mundohemi të shkojmë mbas të mendimeve të tjerëve. Shembull, edhe unë vetë kam bërë këtë punë. Është kjo pjesa e hijes atëherë, nëse po e kuptoj mirë. Po, nga që ne çdo herë mundohemi të marrim opinionin e të tjerëve në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ne, në vend se ne vetë të vetëdijsohemi dhe të zgjedhim çfarë duam ne dhe se çfarë funksionon për ne. Tash kur jemi mes hijes dhe dritës, ne çdo herë zgjedhim të jemi në mes më mirë. As këndej as andej. Mirë po, do të thoja, duhet patjetër që një njeri të ketë atë shtytjen dhe të merr vetë vullnetin për jetën e vet.